mirëmëngjesi dhe përshëndetje herë për gjithë dëgjuesit e Radio Televizionit Fontana. Gjendemi këtu tek stadiumi i qytetit Dëmoshmovraj, ku siç i keni parë edhe gjatë kësaj jave që rruga ka qenë gati pothuajse e pakalueshme për shkak të rresharave atmosferike që kanë rënë gjatë këtyre ditëve dhe ky kanali prapa meje që është këtu është i bllokuar tërësisht edhe nga gjesendet që i kanë hudhur qytetarët ndryshme. E keni po edhe atë natë gjatë transmitimit drejt për drejt në Radio Televizionin Fontana, ka qenë ora 2:30 i mëngjesit, kur na kemi ardhur këtu me raportu për gjendjen e qytetit e Istogut nga vërshimet edhe nga treshurat atmosferike. Edhe keni pas që kemi gjetur këtu edhe gomat e traktorave, e veturave ndryshme, mjete, mbeturina ndryshme. Na kemi ardhur sot këtu se kemi marrë informacion se Komuna e Istogut do ta bëjë sot qarjen e asfaltit edhe do të vendos gypa të ri, se për më shumë se çka do të ndodh sot këtu, e kemi pranë vetes drejtorin e zhvillimit edhe drejtorin e ekonomisë dhe financave. A drejtara jam të thonë sakt? Edhe me na tregu më saktë se çka kanë me vepru sot këtu. Drejtar, mirëmëngjesi edhe përshëndetje. Mirëmëngjesi edhe juve drejt. Faleminderit për informacionet që keni ndarë me qytetarët gjatë ditëve që patëm edhe vështrimin e komunës së Istogut. Fatmirësisht kësaj radhe vështrimet janë menaxhuar mirë edhe pa dome në ekonomitë familjare dhe të pjesa e bizneseve, gjithashtu edhe të pjesa e bujqësisë. Na kemi dalë me komisionet e vlerësimit me njëherë pas mbajtjes së shtabit emergjent nga kryetari i komunës Ilir Ferati. Arsyeja e mos vështrimeve për shfrytëzoj rastin edhe jam me njoftu qytetarët pse Istoku ka kalu kësaj radhe më mirë se sa në vitin 2022, është për shkak se ne kemi tashmë të identifikuar pikat kritike ose hotspotet që biçojnë edhe pjesa e profesionistëve, ku kemi intervenuar javë më parë për shkak se i kemi pa edhe pjesën e thresherave, domethënë që kanë qenë të njoftuar përmes edhe mediave, edhe kemi intervenuar domethënë në disa fshatra. Falë aty në intervenimeve ka rezultuar që mos kemi përmbytje të pjesa fshatra ku ka shkarkime të mëdha. Kështu që vetmja pikë kritike që ka mbetur është kjo pjesa këtu te lumi që është, ku siç e dimë është problemi kamotshëm, jo vetëm tash, për shkak edhe gypave, po gypat janë të dimensionit të madh realisht që nuk është dashur pas problemet e tilla çfarë kemi pas tash sa ditë, po edhe për shkak hudhjes së mbeturinave nga qytetarët e papërgjithshëm që po ndodh në vazhdimsi, që po tentuohet të më herët që kanë hodhur edhe gumat e traktorave të tjera që tani po bëhen edhe pengesa edhe që shpeshini ka ndodhur kjo. Unë për shfrytëzoj rastin me njoftu edhe opinionin se ky është një projekt që na tash 3 vite e kemi hartuar edhe buxhetu, që mund ndërtu në lëshes plakur ose një urë, për që jashtë një urë e hapme, jo me gypa, që domethënë më konë me pas kapacitet të mjaftueshëm që mi përbi sasinë e ujit që vjen nga pjesa e lumit që është. Gjithashtu është të planifikuar që të ndërtuohet deri te pjesa rrugës regionale Istog-Mitrovica. Që ndërtuohet edhe shëtitore njëkohësisht është pjesa ndërtuar fakt e lumit që është këtu në pjesën e stacionit që shkon deri në qendër. I njëjti projekt do të vazhdojë deri atje, po për shkak edhe probleme nga kontrata kolektive nuk ka mujt më realizu se ka një vlerë të konsiderueshme edhe ka qenë më e favorshme nga ana e ministrisë që çdo herë të mirën fondet nga ky projekt që tash në mungesë të fondeve edhe intervenimit me kohë që ka qenë i planifikuar, na kemi këtë problem që më të vërtet tash veç ka filluar më bë edhe pengesë e zhvillimit të komunikacionit, marr parasysh që edhe shkollat e kanë filluar mësimin për këtë semestër të dytë edhe tash është rrit qarkullimi në këtë zonë, patjetër që ne sot bashkë me kompaninë e kontraktuar për mbajtjen e rrugëve që është kompania Granit në Istog, zotohem që sot brenda deri në fund të orarit të punës, po them ashtu, që të lëshohet arsyeja pse ne nuk e kemi thyr deri tash, po them ashtu, pjesën e urave, ka qenë se kemi pas të panjohur pjesën e rryms që kalon për mbi urë, gjithashtu edhe pjesën e ojësjellësit. Tash në sigurimet të dhonave kryesore për intervenim, na sot gjatë dite dojmë të tentuar edhe një herë me hap gypat, po në rast që gypat nuk hapen e ka pengesa që thjesht nuk po largohen nga aty, do ta thejmë pjesën që është ndërtuar me ura deri te pjesa hapën e urës, me qëllim që komunikacioni të zhvillohet normalisht edhe qytetarët të kenë nivelin e sigurisë që edhe duhet ta kenë. Drejtor, na tha që kjo ka pas me fillu më herët. Pse nuk ka përfunduar deri tash? Pse nuk kanë filluar hala punimet në këtë urë?
Unë e potencova më herët është e buxhetuar në ligjin e buxhetit të komunës, aprovuar nga Asambleja Komunale. Tash është ndërtimi i urës edhe ndërtimi i shtratit lumit Qaos që e ruan pjesën hyrëse të zonës së Bonën nga përmbytjet. Edhe për këtë arsye, thashë edhe një herë pjesa kontratës kolektive që një numër i madh qytetarëve e din. Domethënë kontrata kolektive ja ka marrë po atë na po folën veç për vitin e kaluar që jemi dëmtuar si komunë rreth 6 milionë euro gjys. Nga pjesa vetëm vitin e kaluar. Vetëm vitin e kaluar, ndërsa deri me tani shkon deri në 9 milionë gjys domi kontratës kolektive. Mirë, e ç'është për mundet komuna e Stokut me realizu gjitha këto projekte që pishohen edhe na këto projekte. Gjitha këto projekte që janë realizuar nga komuna e Stokut janë realizuar falë menaxhimit të mirë që kemi pas, janë nis pe kërkesave të kryetarit edhe të ekzekutivit që e thon komuna e Stokut vitin e kaluar ne si komunë kemi shpenzuar buxhetin 99.82%. Që asnjë institucion në nivel vendi nuk e ka në nivel të shpenzimit të tillë. Drejtar, a ki diçka më na thon më shumë? Unë kam ju thonë që bëj thirrje për mirëkuptim nga ana qytetarëve, dim që tash po pak edhe biznes me kjo pjesa e bllokimit të rrugës të kjo nyje që është shumë e çarkullueshme edhe marr parasysh që është edhe një prej, po them, zonave të para suburbane që është pjesa e Stokut të poshtëm që ka një frekuentim të madh, ta ruajmë dërimin edhe sot hapet kjo urë edhe kërkoj njëkohësisht edhe mirëkuptim që ka zgjatë deri në ditët e sotme, po në çështë potencova më herët në mungesë të dhonave në lidhje me pjesën e rrymës edhe pjesën e ujësjellësit që një pjesë qytetarëve mos u met pa rrymë dhe pa ujë, e kemi lënë që të kemi një pamje dhe të dimë çka po bëjmë, se ju dini sasitë e mëdha të ujit që kanë qenë këto ditë. Edhe pyetje për fund. Kur pritet me përfundu komplet hapja, na tregove mbyllja e kësaj ure që më qenë prapë e çarkullueshme? Jo, kjo sot është e çarkullueshme, sot do të jetë e çarkullueshme realisht momentin që na e kryjmë intervenimet, që kemi planifikuar bashkë me kompaninë. Po unë edhe një tjetër e kemi diskutuar edhe me kryetarin, falë inkasimit të mirë të tatimit mbron, që i kemi kaluar në 120% si komunë vitin e kaluar, falë një planit veprimit të mirë edhe zyrtarëve të zellshëm që janë katër të zyrës të tatimit mbron, kemi siguruar buxhet shtesë që këtë vit padyshim ura do të ndërtohet. Edhe vitin e ardhshëm edhe vitin vim, mo problemet e tilla në këtë zonë nuk do të ketë. Drejtar, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Atëherë Bazazeq, ishim këtu drejt për drejt me drejtorin e ekonomisë dhe financave zotrin Genca Demaj, i cili na tregoi rreth kësaj ure që ka qenë problem i kamshëm, arsyet se pse nuk kanë filluar punimet ende deri më sot, ishin shkak i kontratës kolektive marrë nga qeveria, siç i dini kontrata e famshme, që jo vetëm komunën e Stokut, por gjitha komunat e Kosovës i ka dëmtuar, e është kjo një kontratë që i Stokut as më pak as më shumë e ka marrë gati mbi 9 milion euro. Sidoqë të jetë, drejtori i zhvillimit ekonomik zotri Genca Demaj na tregoi edhe arsyet se pse s'kan filluar deri sot, na tregoi se sot do të jetë e çarkullueshme edhe çdo gjë sot do të kryhet. Sidoqë të jetë, unë ju falenderoj që ishit me ne transmetim drejt për drejt këtu nga kjo urë, edhe ju përshëndes deri në transmetimin e radhës.